Mirë se erdhët në pjesën e fundit të hapësirës tonë të gatimit. Për zonjat që ju bashkuan tani ekranit të Report Televizion, kemi nisur me një tavë të shishme, me mish viçi, me patate në furrë. Gatimi është pak më ndryshe nga e zakonshme. Kemi vazhduar me bukë të pjekura me vezë, me djathë kaçkavall, po ashtu në furrë, i kemi vendosur për të pjekur. Tani, siç ju premtuam, përgatisim speca të kuq gogozhare. Atëherë, Cilat shijojnë shumë, kanë vlera, janë të shëndetshme, të shishme. specat i presim në rrethore, as të holla, por mesatare. Vendosë edhe këtë. E kam thënë shpesh që kur ne vendosim domatet marrin shijen çfarë kemi në tigan. Nëse kemi mish, marrin shijen e mishit. Nëse kemi peshk, marrin shijen e peshkut. Dhe këtu do të marrin shijen e të specave. Po të duam ne, i vendosim të plota, ose në të kundërt, i vendosim gjysma. Marrin shije, e keni vënë re që kur bëjmë turshit, vendosim domaten, i lëm derisa të reshken. Nuk po e shtoj fare. Kam dafin, hudhër, krip, piper të bluar dhe piper kokur që është piper i jeshili. Kam majdanoz. Tek majdanozi nuk më intereson shumë nëse është paksa i ndënjur. Pse? Sepse normalisht unë i kam shtuar, unë e kam bërë ruajtjen dhe kujdesin në frigorifer. I kam pasur me ujë, me një letër, me një qese membranë ose qese të zakonshme, kur ne vendosim 2-3 vrima që të marrin ajër. Filloj dhe lëviz paksa hequr kapakun e tiganit. Derisa ne të dëgjojmë atë zhurmën që specat sikur kanë ujë. Do thoni ju, sepse unë kam dhe domatet këtu brenda. Do të marr një pirun, nuk më duhen të jenë të zbutura shumë, sepse më duhet të jenë al dente. Të vinë në aromë shumë të mirë. Do të shtoj masën e kripës dhe çfarë kam unë këtu gjithçka. Piperin, dafinën, hudhrën, kripën. Do të shtoj masën e uthullës. A do më duhet pakës fare ujë? Do më duhet shumë pak ujë. Vetëm që të mos, ato lëshojnë dhe vetë pak nga lagështia e tyre, o vetëm që të mos ngjisin, që qëndrojnë jo të skuqura fare. Kjo ishte edhe arsyeja që unë vendosa domatet që të japin një shije më ekstra. Domatja derisa të rrudhoset dhe shtoj përsipër majdanozin. I largoj. Bëhet një vakt i shëndetshëm, mjafton të dim që sa vitamin C ka speci kuq, përveç se shijes dhe mënyrave të gatimit, atëherë nuk do të reshtim së ngroni. Do t'i ullë nxehtësinë
Dhe i lëm desa ato të zbuten, pra do të kemi atë... Kur themi, ju desa të rreshken plotësisht, po të jenë dhe al dente. Një pastrim të tryezës. Dhe duhet jetë gati buka, për ta serviru bukën në një tas. Pra, përgatitëm speca të kuq, të marinuar, shojmë që bashku dhe një herë recetën e shkruar, në mënyrë që të ju ta shkruani në fletore, blokun tuaj të shënimeve, edhe pse recetat tona do t'i gjeni sigurisht të postuara në kanalin e Reze Dielli në YouTube, në kanalin zyrtar, speca të kuq të marinuar, 500 gram speca të kuq, 4-5 thelpinj hudhër, piper të zi, kokër, mund t'jedhe piper i bluar, po më mirë do të qëndron dhe piper kokër, si që shtuam sot, 2 gjethe dafine, 3 lugë gjelle uthu, vaj ulliri dhe krip. Kjo është pra receta e specave të kuq të marinuar. Mos harroni, përgatitini, ju duhen 2-3 speca të mëdhenj, një prisni në forma të rrumbullakta, të plota, të trasha, kaurdisni, shtoni erëzat siç e ndoqëm, pak uthull në fund dhe lërini të zbuten sadopak. Ja tek përfundojnë edhe specat, aty më ke mua, te specat e kuq, që çfarë do lloj gatimi të jenë me specat të kuq, mua më pëlqejnë, më shijojnë shumë. Ai lëngu që ata lëshojnë, shija, plot ngjyrë të bukur, plot vitamin C, me pak djath të bardhë të shkonte shumë, me një buk të bërë vetë të gjesh aty. E kemi këtu s'ka problem, për më ja. E shijuam me vezë, dhe çfarë t'ju themi tjetër, shohim edhe tavën, si thua, e sjellim apo vazhdo mund ta vazhdosh kafshatën e fundit. Është rilindje e shijes.